Seanca gjyqësore ndaj Lajert Haxhis u shoqërua me dëshminë e disa personave, mes tyre 2 të burgosurve, të cilët hoqën prangat brenda sallës së gjyqit për të dhënë deklarimet e tyre. Prokuroria u përpoq të sqaronte nëse vrasjet e vëllezërve të tyre ishin lidhje me të pandehurin, por dëshmitarët deklaruan se nuk kishin dieni të drejtë për autorsinë apo porositësit e krimit. Giuliano Xhaferi, i cili po vuan dënimin për vjedhje, foli për vrasjen e vëllait të tij, Fridman Xhaferi. Ai tha se për ngjarjen ishte informuar nga një tjetër vëllai i tij, sipas të cilit viktima ishte lënë Elbasan në shoqërinë e Kristi Biçekut dhe Lulzim Spahis, ndërsa synonte të udhëtonte drejt Greqisë. I pyetur nga prokuroria nëse kishte dieni se kush e kishte vrarë të vëllan, dëshmitari u përgjigj se nuk kishte dieni personale, por shtoi se në lushnjë qarkullonin fjalë se pas ngjarjes qëndronte Lajert Haxhia. Gjatë dëshmisë së tij, Xhaferi foli dhe për të pandehurit e drejtësisë Artan Tafani, duke pretenduar se e kishte njohur në burgun e Rogozhinës dhe se kishte parë përdorimin e lëndëve narkotike prej tij. Në sallën e gjyqit dëshmoi dhe Leonard Bashaliu, i dënuar për një tjetër çështje, i cili u pyet për vrasjen e vëllait të tij, Albi Bashaliu. Ai deklaroi se për ngjarjen ishte informuar përmes mediave dhe se nuk kishte dieni për autorët. Kur prokurori tentoi të merrte përgjigje mbi dyshimet e tij, avokatët të mbrojtës dhe trupi gjykues kërkuan që pyetjet të ishin konkrete dhe të lidhen vetëm me fakte që dëshmitari kishte dieni personale. Gjatë dëshmisë, prokurori e pyeti gjithashtu Bashaliun në lidhje me vrasjen e Ylber Xhahysës, ngjarje që sipas akuzës lidhet me zinxhirin e hakmarrjeve. Dëshmitari deklaroi se nuk e kuptonte pyetjen dhe theksoi se për atë ngjarje kishte dhënë llogari para drejtësisë dhe ishte dënuar. Pasi ai këmbguli se nuk e dinte se kush i kishte vrarë të vëllan, prokuroria kërkoi të lexojë një deklarim i mëparshëm, ku sipas tij dëshmitari kishte shprehur bindje të plotë për incidentin e autorëve. Në seancë u dëgjua edhe Sami Bashaliu, i cili është dëshmitar okular i vrasjes së Albi Bashaliut, si dhe Veiz Bashaliut. Ky i fundit shpjegoi se ishte larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes, pasi ishte friksuar nga të shtënat. I pyetur nga prokuroria për arsyeën e reagimit të tij, ai u përgjigj se ishte një reagim normal përballë një ngjarje të tillë dhe se nuk kishte lidhje me konfliktin në fjalë. Seanca u përqendrua kryesisht në verifikimin e deklarimeve të dëshmitarëve dhe krahasimin e tyre me dëshmitë dhëna më herët gjatë fazës së hetimit, ndërsa procesi gjyqësor ndaj Lajert Haxhiut vijon me administrimin e provave dhe dëshmive të tjera.